Tek ky plantacion që jemi janë pemt ka mbushur vitin e 5, po hyn në vit 6. Ktu kuptohet është një prodhim mbi normal, domethënë pemët do të kishin 50-20 kg në këtë vit, kuptohet ku kemi 70-80 deri në 100 kg për rënjë. Jemi detyruar që të përdorim kallamat si mbështetëse për të mos i lënë që këto të shqyen degët. Një fenomen, një rast që kemi këtu është një deg, e cila ne nuk e kemi mundur ta sistemonim, është dëmtuar dhe është shqyer. Pra duhet të them që shërbimet që ne i bëjmë pemës, ujitja me pika, teknologjia bashkëkohore, të gjitha këto janë kryesore dhe shumë të rëndësishme. Pra, ne në tregun evropian dhe në tregun e brendshëm konkurrojmë dhe atë të Kosovës, konkurrojmë me cilësi, konkurrojmë me kosto. Dhimi në tregun e Prishtinës, atje dëgjoj tregtar që thonë mandarina nga Saranda, nga Zara. Po vredi ju cilësin pak sa, a ka diferencë mandarina jonë pe Greqisë? Po unë po e sqaroj këtu, jo nuk jam modest, jam modest që e them këtë, po e them dhe pak me krenari. Cilësia e mandarinës tonë për pozicionin gjeografik që kemi ne është në avantazh dhe më mirë sepse nga cilësia e mandarinës që prodhon Greqia, po dhe Spanja. U shpjegoj arsye pse. Sepse ata nuk e lënë kokë mandarinën të piqet në pemë, po ata i bëjnë një pjekje artificiale, pasi e vjelin. E bëjnë ngarkesën në anije, traget dhe më pastaj vazhdojnë kanë procesin jon traget, e çojnë dhe bëjnë në magazinë siç e kanë, pasi bëjnë seleksionimin, e bëjnë duke e futur në dhoma të çanta Afrikë. Disa preparate i kanë disa që. Kështu që ne vjelim mandarinën kur ka pjekjen e saj origjinale natyrale. Ne atëherë vëmë dorë të mandarinën. Kalojmë te mandarina 3 duar që vjelim sipas pjekjes sa të bëjmë. Pastaj për këtë Elkosit që unë u shpjegova dhe më lart, duke patur përfaqësuesin sot këtu, lidhja jonë ka qenë një lidhje shumë funksionale, e cila ka dhënë rezultat, se nuk mund njëra dorë lan tjetrën dhe dyja lajnë fytyrën, nuk mund të funksionojmë dot ne pa tregun. Ne mund të jemi prodhues të mirë, po pjesa e tregut i takon këtyre përfaqësuesve që unë të thash, Elkosit, radh parë, pastaj gjithë kompanive dhe tregtarëve të tjerë të Kosovës. Pra ne kemi bërë një zgjidhje organike dhe shumë funksionale, edhe me vizion dhe me largpamësi. Edhe pak dalemi këtu në këtë pemishte, në këtë pemtore. Ky varietet është cili varietet? Ky është një varietet veç Klementinës, ne për të patur furnizim në treg me afat më të gjatë, filluar nga tetori dhe të mbarojmë në shkurt, ne kemi zgjedhur disa kultivar, të cilët janë veç Klementinës. Kjo është Nova, e cila piqet në muajin janar dhe shkurt. Por ky kultivar ka një vështirësi në pastrimin, është pak i fortë për gratë që përdorin këtë, por dhe për burrat, ka fryt pak më, por ka një fryt më të madh dhe është pak më i fortë dhe ka dhe në një farë brenda. Por problemi ku qëndron? Ky frut ka disa vitamina të cilat ndikojnë në rigjenerimin e lëkurës dhe kryesisht të gjithë njerëzve, por veçanërisht të grave. Është provuar shkencërisht që vlerat e këtij kultivari janë të pakrahasueshme me kultivarët e tjerë.